Ju përshëndes të nderuar shikues të Sport Focus, mirë se erdhët në programin ton, flasim si çdo pasdite për sportin, por sot Kuqezi pasi është ndeshja e rëndësishme e kombëtares ton me Polonin, e para në fakt një gjysmëfinale, në rast se fitojmë sot përballë polakëve, atëherë na duhet përballemi me fituesin e çiftit Ukrainë-Suedi. Do lidhem drejt për së drejti pa humbur kohë me ish futbollistin e kombëtares Altin Rraklli për të zhvilluar një analizë me aq sa dim deri tani dhe çfarë presim. Rraklli, përshëndetje dhe shumë faleminderit për kohën tuaj. Përshëndetje gjithashtu dhe faleminderit. Atëherë, si e shikoni dhe si e gjykoni formën aktuale të ekipit Kuqezi, tashmë të pozicionuar pra në Varshavë, kanë përfunduar dhe seancat stërvitore dhe për pak orë do zbresin në fushë për dhe më të mirën? Gjendja tyre aktuale atë më mirë se trajneri nuk e dim dot ne, sepse si kemi parë, si jemi aty, nuk kemi stërvit me ato. Me lojtarë të veçantë që kemi arritur të shohim gjatë këtyre kohëve, për shembull si Gjimshiti e kemi parë më shpejt, ai dihet, domethënë ka gjithmonë një gjendje konstante, ka dhe leadershipin e vet dhe është gjë shumë mirë që ka qenë ishte edhe pjesë e Champions League-s, pra në nivele të larta. Ato i kemi gjë të fituar, si më thënë, dihet, dhe strakosha me sa diun me informacionet që kam për paraqitet shumë mirë atje, ka të bagazhin e duhur, ka dhe eksperiencën e duhur, minutat i ka në dispozicion gjithmonë. Dhe kjo është akoma gjë mirë. Hysaj është për një situatë që ka qenë, po Hysaj po e përballon këtë gjë me një aftësi fizike që po e mban shumë mirë, pra se stërvitjet në skuadra profesionale është dhe vetë impenjum, pavarësisht se nuk fiton minuta, që ta marrë gjendje fizike dhe e ka marrë shumë mirë. Pra ndeshjet e fundit që ka i zhvilluar me ekipin kombëtar ka qenë shumë të mira. Pjesa tjetër pastaj është vetëm Mitaj, na bën pak mendime kohë sepse nuk kishte ato minuta të duara në dispozicion, nuk e di për çfarë arsye kohët e fundit. Ai është një lojtar i ri, është një lojtar shumë i mirë, teknikisht i shpejt dhe ka nevojë gjithmonë që të aktivizohet. Pra nuk e di, nuk jam shumë i sigurt se në gjendje është ai. Megjithatë, edhe Mitaj është lojtar i ftohtë, është lojtar profesionist dhe pavarësisht se iku në Arabi, besoj që është aq i aftë sa ta rrit ai formën fizike, sepse e kam thënë 1000 herë, po them 1000 herë një herë. Ne si skuadër funksionojmë vetëm kur jemi fizikisht fort dhe duke futur dhe ato kualitetet dhe aftësi që kemi nga ana teknike edhe taktike. Pra, duke futur dhe modulin e lojës të Silvinjës, pra si skuadër, që të futemi kompakt lojë gjithë, atëherë ne na bën të suksesshëm, ndryshe nuk bëhemi të suksesshëm. Dhe po ta shohësh kemi pas faza të ndryshme që nuk e kemi bërë këtë që sapo fash, edhe nuk kemi pas sukses. Kur e kemi bërë, kemi pas sukses. Edhe këtë gjë presim edhe sot ta bëjmë. Thash, janë ca gjëra që nuk na përshtaten shumë për momentin, edhe Aslani, për shembull Aslani, kjo lëvizje e skuadrave akoma nuk është stabilizuar, akoma aty ku është. Kemi brojën e dëmtuar fizikisht, derisa nuk po merr asnjë minutë në skuadrën e vet, do të thotë që nuk është formën e vet optimale fizike. Na mungon Manaj, pavarësisht se Manaj është tip robusti, tip luftaraku, lush shumë me kurriz nga porta, por është lojtar i domosdoshëm, sidomos në për karakterin e vet që ka, lojtar i fortë, kaptin derë, themin edhe pra janë disa mungesa që ne na zbejnë pak atë pritshmërinë, si më thonë, te kjo ndeshje sotshme. Po, e vërtet, motivimi duke nisur nga këto element është vërtet të gjendet, megjithatë do doja të cekja edhe një element tjetër që në fakt u zbulua nga orët në vijim, do përmend mes 3 lojtarëve që ndrojnë në tribunë edhe Hasanin. Rraklli, një lojtar titullar në fakt shpeshherë për Silvinjon, sidomos ku kujtojmë eliminatoret, por që nuk është zgjedhur që të aktivizohet. Përse mendoni ju që është kjo zgjedhje? Nuk është rasti, sepse nëse e kthem mbrapa kujtesën, u bë gati qysh në kualifikueset e Europianit, që Hasani nuk është më në planet e formacionit bazë, por edhe i si zëvendësues nuk ka qenë në planet e Silvinjës. Pra nuk është rastësi kjo që sot ai kalon në tribunë. Tash arsyet unë nuk di ti them atë i di më mirë Silvinjo, por unë si sportdashës, si teknik, po themi këtu, nuk e shoh Hasanin në atë formën e vet që e kemi parë ato vite. Ato vite ku ishte në kulmin e vet, pra, që shënonte në distancë, bëte triblime, u fuste nga qendra, nuk e shoh atë shkallësi, atë freski edhe atë shpejtësi loje që kishte në atë kohë. Ndoshta kjo është dhe arsyeja.
se së fundmi pra ai e kalon në tribunë. Po ka alternativa të tjera që mendoni që nuk do ndihet, pra mungesa po theme Hasanit e të tjerëve? E thash që Hasani ka kohë që nuk është pjesë, domethënë, e boshtit skuadrës. Si zëvendësues nga herë është fut, po shumë pak minuta. Pra, Hasani nuk është se është mungesë në këtë rast. Mungesë është Manaj. Manaj është mungesë. Broja, nëse nuk do futet nga fillimi, është mungesë sepse ka luajtur gjithë ndeshjet e fundit, pra në formacionin e ekipit tonë kombëtar. Kjo është mungesa që ne na bën me dhimbje koke. Pra na bën Silvinjo në radhë parë, sepse ai fundfare do të përgatisë skuadrën dhe ai do e fusin fush formacionin. Në këtë aspekt them që çdo lojtar është i domosdoshëm, nuk ka rëndësi, domethënë për ne ka rëndësi pjesa fizike, po pjesa fizike ndoshta Hasani edhe ka edhe nga pjesa fizike sepse vetë ai kampionat ku ai aktivizohet nuk është i asaj madhësie dhe asaj shpejtësie loje, siç janë për shembull kampionatet më të përparuara në Europë. Kuptoj. Ndërkohë prania e Muçit dhe Mehmetit, a mendoni se do të ndihet shumë në këtë sfidë, në këtë ndeshje, ndoshta duke marrë pak më shumë Muçi në përbazë, dhe e tjetra, a mund të ndodhë sipas gjykimit tuaj që ne mund të shfrytëzonim pikërisht Muçin nga forma e tij shumë e mirë për të dhënë më të mirën në këtë sfidë, pra që gjithë skema e lojës ndoshta të vërtitet rreth Muçit, apo besoni që kombëtarja nuk mund ta bëjë këtë gjë? Atëherë, unë mund ta shpjegoj në dy aspekte këtë. Muçi nuk e ka fituar atë besimin e Silvinjos, pra Muçi e di, e ka në kokën e vet që Silvinjo nuk është, Muçi nuk është lojtar i Silvinjos. Këtë e din gjithë, e kanë pasur pse, se Silvinjo ka zgjedhur një modul loje që don lojtar që përplasen, që vrapojnë pa fundësisht mrapa, përpara, ana, shkojnë gjitha ne. Muçi është lojtar ofensiv. Pra, është lojtar ofensiv. Edhe aty në Turqi ku është, Muçi i jepet liri veprimi në fazën sulmuese, por Muçi ka bërë përshtypje, edhe me skuadrën vetë me Trabzonsporin, ai kthehet deri mrapa. Pra nuk është se Muçi rri përpara, nuk kthehet mrapa dhe nuk di të mbrojë. Ai ka mësuar të mbrojë. Dhe në këtë aspekt them që ndoshta është një ide e mirë që Muçi ta fusë dhe nga fillimi, sepse ai fundifare do mbroj, ndoshta nuk ka kapacitetet me përballuar ndeshjen 80 minuta, 90 minuta, ajo, po 60 minuta po. Pra 60 minuta komplet energjin para mrapa dhe të futen lojtar tjetër, edhe mund bëhet patjetër. Por duke pas lojtare në kokë, që unë nuk jap lojtare Silvinjos, sepse Silvinjo luajë me modul loje me lojtar tjerë, e do e ketë shumë vështirë. Edhe për ne ka pas dhe gjithmonë vështirë që mezi të ingranohet në skuadër sa herë që është fut dhe nga jashtë. Dhe po ta shohësh ai një neshë ka bërë të mirë që kur është fut nga jashtë ka bërë neshë të mirë, duket me Jordanin që çmën edhe gol. Pjesën tjetër nuk po angranohet dot në skuadër. Dhe pikërisht kjo është arsye kryesore them unë, sepse ai ka në kokë që unë nuk jam tipi Silvinjos. Dhe kjo e bën të vështirë. Nëse do ishte pak më i zgjuar ose pak më me rafines do ishte kjo lidhja mes trajnerit dhe Muçit. Kam përshtypjen se Muçi do ishte integru akoma më mirë në ekipin tonë kombëtar. Mirë, Rakli, besoj që ju e keni krijuar në kokën tuaj një formacion për këtë ndeshje. Ose të paktën ato të cilët ju mendoni që do ishte më e mirë ato shfrytëzoheshit për të më të mirën si titular. A do ma japësh ndoshta një formacion se si ti e don, pra në port Strakosha? Dëgjoj, unë e kam shumë vështirë të paragjykoj lojtar para ndeshjes sepse asnjë lojtar nuk paragjykohet para ndeshjes. Patjetër që unë kam opinionin tim, po opinioni im do ishte i dobishëm në rastin konkret qoftë unë do isha trajner i ekipit kombëtar dhe atëherë do ishte tjetër gjë sepse e kam legjitimum. Po në qoftë se do jap informacionin tani do jap emra, edhe ato lojtarë që nuk do i jap, nuk do ishte fair kashi atyre. Sepse ata janë fokusuar te ndeshja tani, nuk do na ndjekin ne. Nuk do demotivohen. E kam thjesht si kështu, domethënë se e kam kaluar dhe në kurriz kur më kanë gjykuar përpara. E kuptoj. Edhe unë kam bërë dhe nuk është mirë për lojtarin. Asnjë lojtar nuk i vjen mirë. Mbas neshit pastaj është tjetër gjë sepse atë mund ta analizojmë si luajti njëri, si luajti tjetri, ndoshta do ishte më mirë të kishte fut këtë apo atë, ta kishte zëvendësuar më përpara, më mbrapa. Por unë jam i bindur që Silvinjo do luajë me të njëjtën modul loje dhe pak a shumë me të njëjtën emra. Pra, Hoxhon do e ketë besoj me 90% informacion, do ketë Uzunin me 90% informacion,
Pjesa tjetër pastaj është për të parë. Pra si do luaj me treshën e mesfushës, do fusin në krah djath, se ndoshta Uzunin mund ta fusin qendër të sulmit. Pra sepse është lojtar që vrapon shumë, domethënë kthehet dhe mbrapa, do punon për skuadrën, me pak fjalë. Ai është lojtar skuadre, Uzuni është lojtar skuadre, është lojtar për vete, ai është lojtar skuadre. Nuk duket I bukur shumë, ai domethënë ka një rendiment të jashtëzakonshëm për skuadrën. Dhe jo më kot domethënë ka shënuar, ka bë gola edhe është kërkuar nga është punëtor me pak fjalë. Edhe këto lojtarë Silvina I ka qef dhe punëtorët, pavarësisht se këtij I ka dhënë shumë pak mundësi Uzunit, domethënë padrejtisht për mendimin tim. Kuptoj. Pra këto janë pozicionet që them unë janë fikse, pastaj pjesa tjetër është për të parë, mbrojtja nuk besoj se do lëvizi, portieri më dihet. Pastaj është pikpyetje pjesa e mesfushës nga këto të katër, se kemi 4 lojtarë mesfushor që janë modelit shkatrues. Në formë më të mirë kush të duket në mesfush? Tani, nëse do flasim për skuadrat ku luajnë, minutat që marrin, dhe bashkë atëherë do flasim për Ramadanin, Sheun dhe Laçin. Okej. Normalisht, me logjik. Por edhe Tales Aslanin jashtë do të jesh, domethënë, nuk është pak e vështirë kjo zgjedhje, se Aslani në rastin konkret është pak më krijues, edhe I afrohet më shumë portës nga këto. Pa çka se nuk ka marrë shumë edhe minuta. Po s'ka minutat, pra se për këtë po bëhet fjalë, s'ka minutat, s'ka praktikën e lojës. Megjithatë thash është për të parë. Janë 4 lojtarë që janë pak a shumë njëjtit modul loje. Patjetër që do ketë dilema dhe ne kemi shumë kuriozitet në fakt për të parë se kush do të vendoset në furtë për ndjekur më pas edhe të gjithë ndeshjen se si do shkojë. Kundërshtarin polakët Raklli në statistika janë më në favor se ne dhe të parë në letër janë më në favor se ne. Atëherë ku mendoni ju se ndoshta do duhet kombëtarja të ketë kujdes dhe ku mund të përfitojmë pra ne? Nëse raste edhe ju bini dakord se që mund të kemi një diferencë apo mendoni që jemi të përafërt dhe njësoj? Si skuadër, Polonia në fakt në kualifikuese ka bërë një ndeshje që unë e kam parë, domethënë, edhe e kam parë mirë ishte ndeshja me Portugalinë atje dhe aty u treguan vërtet skuadër e frikshme. Sepse e mbyllën Portugalinë në një farë kohë që ju duhej patjetër goli dhe nxorën golin, domethënë se tregon se ajo skuadër ka kualitete dhe ka potencial, pa diskutim. Ka lojtar të rafinuar, ka lojtar me eksperiencë, ka lojtar dikur botror, nuk janë në momentin e tyre më të mirë sepse edhe mosha bën vetën, si Lewandowski për shembull, por kanë Zelinskin, kanë lojtarë tjerë që luajnë në ekipe të mira. Por ideja është kjo ndeshje, domethënë presioni është patjetër te Polonia me këtë ndeshje. Dhe presioni psikologjik tamam, domethënë sepse ato e kanë me domos, ato duhet, nuk ka rrugë tjetër, duhet. Ne, për mendimin tim, nuk e kemi këtë, sepse edhe thjesht vendi I dytë që zonë aty është një sukses I madh. Dhe edhe nëse eliminomi, larg qoftë, edhe nëse eliminomi, ne prapë kemi kryer detyrën tonë, kemi pas një sukses që tregon vazhdimsinë në futbollin tonë. Pra, këto janë, ne do të hedhim hap pas hapi. Pra, hapat vogla hap pas hapi, se ne nuk kemi shtet I madh dhe skuadër e madhe. Pra, ne do t'i bëjmë hapat një nga një, si me thënë. Edhe në këtë aspekt them që presioni është ata. Do t'jemi të vëmendshëm, do të hyjmë blok si gjithmonë, do të të kujdesshëm çdo moment, sepse një moment mund kujtohet ndeshja që humbëm ne në eliminatorët europianit, që humbëm 1-0 në Poloni. Po ta bësh një analizë kështu, ata nuk bën një lojë kush disa çfarë, vetëm fituan ndeshjen ato ditë. Ato vetëm fituan ndeshjen atë ditë. Ato përfituan nga një gabim I Joni. Një gabim bëm në atë ditë dhe na ndërshkuan dhe na shënuan. Kaq, asnjë gjë tjetër. Ato s'patën asnjë rast tjetër, asnjë gjë. Pra ato vetëm fituan ndeshjen atë ditë. Dhe këtë uroj mos të ndodhi. Pra me të njëjtën gjë që ne të bëjmë ndeshje të mirë dhe ta humbim ndeshjen. Më mirë le të luajmë keq, po ama mos kështojmë gol. Ta çojmë dhe me penallti ndeshjen, se me penallti në fundi fare kemi shans. Po, e në rast se shkon me penallti, po këtu apo përsëri nuk do të prononcohesh një emër që ti do shiron, diçka ndoshta personale që do doje ta ekzekutonte këtë penallti që ke edhe më shumë besim. Po jo, nuk ka lidhje ekzekutimi kush e shënon. Ne kemi pikën kryesore, ai që do I presi, kemi Strakoshën që është I tmerrshëm për penallti. Kështu që kemi pikën më të fortë.
Pjesa tjetër pastaj që do shënojmë kemi lojtarë shumë të mirë që i gjujnë penaltit aty. Sa dush kemi lojtarë që i gjujnë penaltit, që janë të ftohtë. Po kemi pikën kryesore se portieri duhet të penaltia. Lojtarët gjindën. Mirë, ndoshta edhe të shkojmë ndoshta me 0-0, po thua që do të ishte një opsion i keq apo jo, deri në fund. 0-0, 1-1, me barazim të më thënë ta shkëndeshen me këtë penaltit nuk do ishte rezultati keq. Pra, tregon akoma për një forcë madhe skuadrës. Ka rëndësi që mos humbësh lojë. Mirë, jemi drejt fundit, ndërkohë prania e tifozëve Kuqezi do të jetë në fakt në stadiumin polak në Varshavë me një numër pak më të kufizuar, teksa edhe në Shqipëri, pra këtu ka patjetër fan zona në vende të caktuara që do mbështesin kombëtaren. Sa i shikoni ndoshta të tensionuar për shkak të asaj që ju thatë që presioni më shumë do të jetë tek ekipi polak dhe sa rëndësishme është të jenë bashkëpunues në grup me njëri tjetrin, paqë edhe ekipi kombëtar të japi më të mirën. Tifozat me ekipin? Po, edhe tifozat me ekipin në çdo moment, por që edhe vetë ekipi me njëri tjetrin. Tifozat ne i kemi nota 10, domethënë s'ka skuadër tjetër të ketë tifozat tonë. Dhe jam i sigurt nëse ne kualifikohemi në Amerikë, po ta them që gjysmat e stadiumit do jenë mbush me shqiptarët. Është e pa diskutueshme kjo, sepse shqiptarët do e gjejnë biletën sado që të kushtoj, sepse është domethënë thash që nuk ka notë që i vlerëson tifozat tanë të drejtim. Që mbështetja do jetë, aq sa do jenë që do mbështesi patjetër ekipin tonë kombëtar, por në fund fare pastaj janë lojtarë që do vendosen aty në fushë. Prania atyre në stadium t'jep moral, t'jep mbështetje, t'jep krenari, t'jep gjitha gjërat, po nuk e vendosin ato ndeshjen. Ndeshjen do e vendosin lojtarët në fushë me profesionalizim, lizmin e tyre që do tregojnë, me vendosmërinë, me përkushtimin, me zgjuarsinë, me zemrën që do japin fush, pra këto janë ato virtytet që do e ndajmë pastaj ndeshjen. Mirë, shpresojmë dhe urojmë më të mirën për kombëtaren tonë, pse jo me një fitore do ishte më e mira, sepse ndoshta Ukraina ose Suedia, një koment i shkurtër, duken pak kundërshtar më të lehtë, po apo jo? Po, unë i shoh më të lehtë se sa Polonin. Tash kundërshtar të lehtë nuk kam, po domethënë Suedia nuk është në kulmin e vet, pra ka një çast të dobët të momente, dhe duhet ta shfrytëzosh. Ukraina gjithashtu, ukrainësit e kanë mendjen e luftës, nuk kanë faj, e kanë mendjen e familjarët, nuk kanë faj, dhe uroj që të marrë sa më shpejt ajo luftë që po sjell viktima. Në këtë aspekt them që është kundërshtar është kundërshtar më i lehtë. Okej, shpresojmë ta kalojmë Polonin dhe pse jo pastaj të jemi vetëm një hap shumë vogël pranë botrorit Rakli. Faleminderit shumë për kohën dhe gjithë analizën tuaj, ishte shumë kënaqësi.